Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Peshqive. Do bëjmë një mesazh për ju dhe ai mesazhi është: mendimet e tua formësojnë realitetin. Mbaj pozitive. Jam munduar dhe po mundohem dhe do mundohem çdo ditë t'ju bindë, siç më kanë bindur mua absolutisht. Nga që asun nuk e dija që mendja jonë ka atë fuqi të krijoj dhe të realizoj. Mbani mend të dashur peshqi, atë që mendojnë, atë dhe realizojnë. Kjo le të kujton që mënyra si mendon ndikon drejt për drejt në jetën tënde. Nëse ushqen mendime të errëta e vështirëson edhe më shumë rrugtimin tënd. Kjo është fakt, nuk është mendim. Por nëse kultivon mendime të ngrohta, shpresplot dhe mbështetëse, do të fillosh të shohësh botën me sy të ri dhe ajo do të përgjigjet pa fijen e dyshimit. Si e kanë ilustruar figura një personi që shikon lart me rrethana drite dhe fluska që notojnë për rreth, flet për ngritjen shpirtërore që ndodhet kur mendja hapet drejt dritës. Por çdo mendim është si një farë që mbjell sot. Zgjedh atë që ushqejnë paqe, shpresë dhe dashuri, dhe shiko se si ndryshon e gjithë jeta përreth teje. Të dashur peshqi, mbillni atë farë të lumturisë, të harmonisë, të besimit, të dashurisë, të paqes, çfarëdo që të jetë që është duke dëshiruar, mbilleni, nga që ajo do rritet dhe sytë e tu të shikojnë komplet diçka tjetër.